Përshëndetje. Në vijim të deklaratës së djeshme për seancën dëgjimore në Kongresin Amerikan, Partia Demokratike thekson domosdoshmërinë që institucionet e drejtësisë, parlamenti dhe aktorët politik e shoqëror jo vetëm të dëgjojnë atë që vjen si kamban alarmi nga kancelarit më të larta të Washingtonit, Brukselit e tjerë, por edhe të pozicionohen, të reagojnë dhe të përballen me rrezikun e narkoshtetit që ka instaluar Edi Rama dhe qeveria e tij në Shqipëri. Strategjia antikarteleve të drogës të presidentit Trump e ritheksuar disa herë edhe nga ambasada amerikane në Tiranë, edhe nga dërguarit e Departamentit të Shtetit e tjerë, duhet zbatohet në Shqipëri me urgjencë. Një vend antar i NATO-s, kandidat për Bashkimin Evropian, nuk mund të jetë njëkohësisht një narkoshtet që hap dhe lehtëson rrugët e trafikut ndërkombëtar të drogës dhe pastrimit të parave, të cilat cënojnë sigurinë kombëtare, rajonale dhe europiane. Në vijim do të lexoj sot dy pyetje përgjigjet e tjera të kryetarit të nënkomisionit për Europën në Kongresin Amerikan, Keith Self, për profesorin e John Hopkins University dhe ekspertin e Ballkanit Joseph Edwards. Pyetja 3. Si duhet të reagojë komuniteti ndërkombëtar ndaj shndërrimit të Shqipërisë në një qendër të trafikut dhe pastrimit të parave? Trafikimi dhe pastrimi i parave përbëjnë kërcënim të drejtë për drejtë për interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s dhe pasqyrojnë një patologji më të thellë në sistemin e qeverisjes në Shqipëri. Bashkimi i interesave të partisë në pushtet, institucioneve shtetërore dhe krimit organizuar është në zemër të këtij problemi. Siç dokumentohet nga raportime hetimore dhe sanksione të OFAC, krimi i organizuar ka depërtuar në strukturat politike dhe ka ndikuar në proceset zgjedhore. Lejimi i vazhdimit të këtij fenomeni rrezikon destabilizim të mëtejshëm në Europë dhe në hapësirën transatlantike. Pyetja 4. Si duhet ta vlerësojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës implikimin e sigurisë nga ekonomia e palishme në Shqipëri? Raportimet e Departamentit të Shtetit tregojnë se SBA-t është e vetëdijshme për rreziqet e sigurisë që burojnë nga roli i Shqipërisë si nyje e krimit organizuar. Flukset financiare të paligjshme minojnë stabilitetin rajonal, lehtësojnë ndikime keqdashëse dhe kompromentojnë krahun juglindor të NATO-s. Sfida tani është përkthimi i kësaj vetëdije në veprim politik konkret. Faleminderit.